Rruga që të çon drejt paraburgimit të Vlorës në lagjen Kushtrimi vijon të mbetet prej vitesh pa asnjë investim. Banorët shprehen se sa herë bie shi, rruga përmbytet dhe bëhet e pakalueshme, duke i izoluar brenda banesave të tyre. Sipas vetë banorëve, ndërhyrja e vetme ka qenë pastrimi i kanalit vetëm një herë pas përmbytjeve të mëparshme, por nuk ka zgjidhur problematikën. Këto plera tani kanë bërë këtu. Plus tani me gropa këtu, gjitha, kur bie shi, Kalohet në ujë. Jo. Nuk kalohet. Është me shi këto gropa këtu e gjitha palta, kështu që. Sa e vështirë është për juve si banor? Po shumë e vështirë, se ne nuk dalim dot këtu, tani kur dalim këtu, bora shi nuk kalojmë dot se me ujë, plot, mbushen. Sa vite ka në këtë gjendje? Sa Po kohë? të them, tani unë nuk e di se unë jam i ardhur. Po, Je bërë pishmon që ke ardhur? tani që jam bërë, kështu tani se duhet edhe rruga e gjitha, po janë ankuar, janë ankuar këtu. Se mos për këto plera kemi vajtur këtu tani si gjithë këto plerat, të paktën të vënë një kosh, se ka vënë atje, po të vënë një kosh tu. Nuk keni kosha? Ska koshat janë te burgu, ku i themi te burgu, afër te burgu. Ku detyrojeni të idhni plera, të ikni shumë larg? Shumë larg. Ne jam jemi atje. Po ka dhe në ca jemi dhe pa ndërgjegjën dhe vetë ne jemi aty. Dhe janë dhe jemi këto. Kalojmë dot. Nuk kalon dot ja pellgje dynjaja, gjithë aty, kthehet ujë të gjithë vjen këtej. Mbytemi këtu në. Mbyteni? Po, ja këshara dhe shpëtuam. Se gjithë pellg, shikon çik më teshi është. Po. Pellgje të mëdha janë. Po gjuna, ja për 100 metra rrugë. Po jeni ankuar diku në bashki apo? Po ne jemi, tani kemi ardhur, kemi një 6-7 muaj. Je bërë pishmon që ke ardhur? Për këtë rrugë, po, për këtë rrugë. Po si vam, mirë është. Po për rrugë, bashkia tani për këtë rrugë kaq. Edhe t'i vërin që si përgjegjësi që mos e hedhin ato mbeturina tëra, shiko si e kanë bërë atje, shikoj. Po e pe? Po. Tërë mbeturina, po pse të hedhi aty? Sa ajro kemi tërë mos Po idhin. ndryqim ka natën të? Ndryshim kjo këtu s'ka. S'ka. Nuk ka ndryshim. Ajo andej, po dhe ato Rruga kryesore. ato gjysma dhe ato. Dhe rruga kryesore. Gjysma. Po gjuna pse e vuri? Tashi i paguon njeriu. Gjelbërim, pastrim, të gjitha, ndryqime. Sa probleme është për ju kjo rrugë këtu? Është shumë, si të mos tani dimrit, një bëhet vetëm balë. Beharit plur, këtu s'ka asgjë. E sollën rrugën deri atje, firma. Kjo ka ngelu fare. Drejt e paraburgimit. Drejt e paraburgimit. Vajti vite që drejt e paraburgimit po se vajti Sa kohë ka? ka 7 vjet, 8 vjet po. Është problem për ju në ditë që ka rreshë shiu. Sa problem është dalësh? Shumë jashtë mase. Këtu dhe policia ja këtu kalon, na do sa futet këtu edhe. Ju si banor të lagjes? Dhe vetë institucioni, domethënë vinë makina policisë që shkin me rregullin. I bien në autostrada kalojnë këte. Për ju si jeni ankuar ju si banor të kësaj lagje? Më thot pak më parë që edhe kemi çuara pjesa, sigurisht e Kazani këtu, Kazani ishin këtu. Tani jemi një familje aty, një familje këtu. si ju kanë pritur? Çka ka bëjë ti bëjmë fakt. Po mungesa e ndriçimit natën. Ndriçimi s'ka, në rrugë. Ndriçimi. Për sa kohësh është në këtë gjendje? Kam 7-8 vjet. Që kur bë rruga aty bë rruga Më para përpara ka burgimit. qenë e shtruar? Jo. S'ka qenë kur më. Nuk ka qenë asnjë. Bile patëm dhe probleme me kanalin, po bë përmbyti dhe u bën mukajet me pastruan. Kalon këtu, sa problem është për ty kjo? Problemi që është? Problemi është. Ajo agrena që bëshroti. Po në ditët me rreshje shiu. S'ka në të fare këtu, në rreshje shiu, s'ka kanal asgjë. Sa e vështirë është për ju? Shumë e vështirë, jo e vështirë, po shumë fare e vështirë. Pak më lart e kanë shtruar me asfalt, ndërkohë këtë pjesën e kanë lënë kështu. Po janë s'është ajo 300 metrash. 300 metra. Po të bëjsh ajo, edhe qarkullimi do ishte më i lehtë. Edhe njerëzit do qarkullonin më shumë. Banorët theksojnë se janë ankuar vazhdimisht pranë institucioneve përgjegjëse, por pavarësisht kërkesave të shumta, aksi rrugor nuk është rregulluar asnjëherë.
Ata kërkojnë ndërhyrje urgjente, pasi situata përkeqësohet ndjeshëm gjatë rreshjeve, duke rrezikuar jo vetëm lëvizjen, por edhe sigurinë e tyre.